është diçka që të bëhet më interesant. Mendoj që është edhe pjesa e rrjeteve sociale, po jo edhe pjesa e familjes. Parafolësit e mi e përmendojnë që pjesa e dasmave ose ka ardhur një lloj fakt që e themi në për dasma dhe në për vdekje. Do me thonë njerëzit tashmë po takohen vetëm në këto dy raste. Për arsye se po i ndan gurbeti, po i ndan jeta e përditshme, do me thonë angazhimet e veta. Po, edhe në atë kohë na ka ndo gurbeti, sepse nuk është veç viteve të fundit, biles viteve të fundit ka pas nga ata mërgjimtarë që janë kthy veç se në Kosovë, me jetu për gjithmonë. Ka pas rrjete sociale, do me thonë njerëzit janë kënaqur më shumë. E tash pjesa më shumë e rrjeteve sociale po i ndan që me bo shpenzime, ta bëjmë diçka më interesant që të marrin shembuj tjerë. Po, sepse mendoj që këtë parsyetohemi për këtë që na ka largu ndoshta migrime, gurbete. Ato e kena bo vetë, do me thonë se njerëzit na edhe këto, do me thonë jo vetë ata që janë lartë, shpenzimet janë bo pak ma në mënyrë të duhur, që pse dhe pse ka pas shpenzime, po ato shpenzime janë shku në arin dukat. Sot në fustana, në grime, në veshje, kësi që janë Svarovski, se mi bujna reklama. Edhe hargjimet që jënë bo në dasmat për para që jënë bo sonën pak i komëri, atë pjesë që jënë bo dasmat, është bo dasëm me një javë. Do më thonë tash dasmat veç me 3